gjitha ju mësuesve të shqipes ju shkëlqejnë syt. Kjo është diçka që unë e kam vënë re. Ja, ju përfshirë, nuk besoj se jeni me grip, kështu që shkëlqimi e kaluan fazën e gripit në Gjermani. Që të je pasioni për shqipen që është i pazëvendësueshëm. Domethënë shqipja ka një sekret që e din vetëm ata që e duan fort edhe ja u transmetojnë të tjerëve. Kjo është shumë e vërtet. Dhe këtë e ndjej unë dhe unë e shoh dhe te koleget e mia, të cilat në Itali dhe në Greqi punojnë vullnetarisht. Domethënë ato pavarësisht edhe në Gjermani ka disa është i ndarë domethënë sistemi shkollor në disa lande ose kantone siç e quani ju, por e shoh që është ai pasioni i brendshëm i mësuesisë që ju ka ngelur mbase të gjitha kolegëve të mia që ato edhe në fundjavë me disa orja përkushtojnë gjuhës shqipe. Sa e bukur. Vullnetarisht, sepse nuk është institucionalizuar si në Gjermani për shembull. Po, në Gjermani nuk është në të gjitha landet e institucionalizuar, jo, vetëm në 3 lande, ka dhe një iniciativë e cila ka qenë dhe dikur në Hamburg, është vetëm në 3 lande, dikur ka qenë në të gjithë Gjermanin, po tash është vetëm në 3 lande ku është institucionalizuar, do të thotë që gjuha shqipe, ashtu si të gjitha gjuhët e tjera të nënës, përfshirë turqishten, rusishten, arabishten, italishten, greqishten, edhe gjuha shqipe është në këtë programin e ministrive të arsimit të këtyre landeve. Që mësuesit, domethënë, paguhen prej shtetit gjerman. Po, mësuesit paguhen për të dhënë gjuhën, kualifikohen. A dhe kualifikohen. Po, domethënë kualifikohen, ka një sistem të tërë i cili është ka ardhur, po flas vetëm pak shkurt për një historik. Unë jap në mësim në një shkollë që është hapur para 50 vjetëve. Ne si vjet festojmë 50 vjetorin. Atëherë ishin të parët emigrantët ekonomik që ishin nga ish Jugoslavia, po flas për shqiptarët që erdhën dhe nuk e haroj Bacën, Shaqirin, i cili e ka hapur atëherë, drejtori i shkollës i trokiti në derë dhe i tha, çfarë gjuhë flisni me fëmijët juve? Ai i tha, nga dera shtëpisë brenda shqip, nga dera shtëpisë përjashta gjermanisht. Dhe sot e kësaj dite është brezi i tretë i atyre punëtorëve të parë që kanë ardhur në vitet 70 që vizitojnë, dhe kjo derë e shkollës shqipe në Ojskishën është e hapur akoma, që vinë brezi i tretë që mësojnë gjuhën shqipe. E atyre që nga dera e brenda flasin shqip. Sa e bukur. Ndërkohë, kjo shkollë nuk është shkollë shqipe, është shkollë jo, nuk është shkollë shqipe, është organizuar në mënyrë të tillë në për të gjitha shkollat e institucionet që ka mësim, që shkojnë nxënës dhe vizitojnë nxënësit, që nga klasa e parë dhe deri në klasën e 10, po sidomos në klasën e parë dhe në klasën e 5 ku nxënësit ndrojnë shkollën, ju rekomandohet dhe ju vihet përpara një regjistrim, një fletë regjistrimi për të regjistruar në gjuhën e nënës ose të preardhjes siç quhet ajo. Gjuha e nënës ka qenë para 30 vjetëve, tashti nuk thuhet me gjuha e nënës, tash i thuhet gjuha e preardhjes. Ju vihet përpara, megjithëse dua të them që vitet e fundit kanë ardhur shumë shqiptar dhe gjendja ka ndryshuar, jo më si dikur që nuk kishin interes për gjuhën, po më vjen shumë mirë që pyesi në çdo qytet dhe në çdo shkollë që ku ka shkollë shqipe. Dhe jo në çdo qytet dhe në çdo shkollë ka një gjuhë të nënës ose është gjuha shqipe aty. Kështu që një thirrje është mbas edhe për gjithë shqiptarët, të paktën aty ku ka shkollë shqipe ose aty ku ka shkolla, ta frekuentojnë këtë. Është një luksus që ju është krijuar. Ka dhe favore të tjera, ka dhe avantazhe të tjera të cilat ja ka krijuar sistemi shkollor atje. Do të thonë nxënësit regjistrohen, prindi e regjistron dhe ai vjen një herë në javë, 3 orë, mbas dite, pas shkollës normale që ka, mbas mësimit e vjen dhe mëson. Edhe kjo është një sakrificë, sepse ta mendosh, gjithkush që është prind bën një program dhe një plan për fëmijën e tij gjatë javës. Ju jeni prind vet. Shkon në një shkollë muzikore, mëson një vegël, shkon për të bërë notë, djemt shkojnë që futboll, balet, piano në ato kurset, dhe këto kurset e gjuhës shqipe për ata janë fiksuar. Është një herë në javë që ata duhet të vinë nga klasa e parë deri në klasën e 10. Për shembull, ju flisni, unë këtë mendoj që edhe ne flasim për kurset në shtëpi, kemi edhe këtë, parë që thuhet fëmijës, të futesh edhe kurset shqipes, edhe e duan këtë gjë, nuk ju duket e tepërt është një botë që studiohet shqipja, ç'a ndodh domethënë? E do fëmia, e do prindi, kush e kërkon? I pari është prindi. Unë jam prind vetë dhe e di shumë mirë se si do ta drejtoj fëmijën tim. E kuptoj. Unë vetë fëmijën tim e kam çuar ke një kolegu im që ka mësuar gjuhën shqipe, megjithëse isha mësuese nga profesioni, atëherë nuk jam mësuar, po i thash shkoj atje në shkollë, sepse nuk është vetëm mësimi i gjuhës shqipe, dhe jeta sociale shoqërore. Sepse je rrethuar nga shqiptarë të cilët të tregojnë që ne flasim shqip, që këtë të bën shqip,
shqipja, që socializohemi, që njihemi, që pëlqehemi. Fiks fare, kështu është. Në fillim është domethënë ajo kërkesa e prindërve, të cilët thonë, "Ok, unë do ta sjell, unë dua që ta mësoj." Pastaj vjen ajo domosdoshmëria e avantazheve që kanë ata, nota e kalon në dëftesë, në dëftesën gjermane. A është nota në dëftes? Po, nota e kalon në dëftesën gjermane, në klasën e 10 jepet një provim, ashtu siç jepen gjithë provimet për matematikën, për gjermanishtën dhe për anglishtën, jepet edhe provimi për gjuhën e nënës në klasën e 10 dhe ai ka një certifikat e cila kjo njihet në gjithë andeja, një certifikat. Shumë institucionalizuar, nuk e dija këtë gjë. Në Gjermani kaq mirë, domethënë? Në landin e Nordrhein-Westfalës ka një traditë të veçantë nga të gjitha landet e tjera. Nga erdhi kjo gjë? Nuk e di, mbase kjo dikur ka ndodhur dhe ka qenë në të gjithë Gjermaninë. Pastaj Gjermania ja u la landeve këtë përsipër dhe landi Nordrhein-Westfalës nuk e ka hequr dorën. Mbase nuk ka hequr dorë nga kjo procedurë. Mbase nga që aty jetojnë ose ka familje që ka me preardhje të huaj, domethënë një në Köl, një në çdo 3 familje ka një preardhje të huaj. Kështu që ata duan. Kështu që ata e duan. S'do në Shqipëri ndodh në gjuhë të tjera. Po, un kam nëna tash që thonë dhe i sjellin fëmijët në shkollën shqipe, thotë un kam qenë vetë, kështu që un nuk e njoh ndryshe, unë kështu e njoh, përderisa unë kam qenë vetë në shkollën. Ka është 50 vjeçare, domethënë ka pikërisht. Po, janë shtuar shqiptarët që janë në Gjermani tash? Janë shtuar. Nga Shqipëria, jo vetëm nga Shqipëria dhe është gjë shumë e bukur që edhe nga Shqipëria se dikur ka qenë numri shumë i vogël. Djali mund të ketë qenë atje i vetëm që ka vajtur nga Shqipëria në një shkollë shqipe, tash janë shtuar dhe kanë interes dhe unë e shoh edhe prindrit. Kam edhe nga ata prindër që kanë ardhur nga Italia ose nga Greqia. Që vinë, kam një nxënëse, Rejnë që është në klasë të 5 dhe ajo vjen 2 orë në shkollën shqipe dhe 2 orët e dyta shkon ke kolegja ime e italishtës. Sa e bukur, sepse ka dhe atë gjuhë të vetën, ajo aty është. Pikërisht, edhe ata prindërit tanë nuk duam që ta humbim. Ajo nëna tha, unë do flas me Erenën vetëm shqip, tha, dhe babai do flasi italisht. Dhe kolegja ime më tha, ajo është shumë e mirë në italisht, tha, se vjen nga Italia. Dhe ishte shumë e mirë dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Sot ne jetojmë në një botë të hapur dhe shumë gjuhësia shumë e rëndësishme, kështu që nuk duhet të jetë një handicap, një pengesë për fëmijët, sepse ata mësojnë gjuhën e nënës, por duhet të jetë një favor, një avantazh. Nuk të pyes për diçka. Mua më bë përshtypje, shqipja, unë jam e pasionuar mbas shqipen, unë e dua shqipen, më pëlqen shumë, është gjuha që mund të shprehem më mirë. Dhe vetëm për këtë fakt jam e lumtur që flas shqip, sepse kjo është gjuha që unë arrit të shpreh veten. Dhe do doja të ndodhte një njëjta gjë me fëmijën tim, por vëre tek ajo dhe të fëmijët të brezit të saj, një lloj padashurie që nuk vjen nga prindrit, nuk vjen nga fakti që ne jemi të rrethuar nga jemi në Shqipëri, po vjen nga mungesa e tekstit si argëtim, si gjë e bukur, siç është YouTube-i që flet anglisht, apo si janë tekstet e anglishtes, apo dhe mësuesit e anglishtes në Shqipëri. Domethënë diçka mungon me ata që ju mësojnë shqipen, por dhe sidomos me tekstet e shqipes. Është një vështirësi, do të thënë, kur mendojmë para 50 vjetësh, unë kam 15 vjetë që kontriboj, që punoj në këtë. Kontriboj, them, sepse përveç asaj detyrimit që kam unë si mësuese që duhet t'jap mësim, kam dhe angazhimin tim. Ashtu si thoni juve që është dëshira, edhe unë kam një dëshirë dhe kontriboj edhe plus asaj detyrimit që unë kam si e punësuar aty. Kështu që po ta shohim në 50 vjeç, kjo është një proces në 50 vjetë, është një proces. Para 15 vjetëve kur kam filluar nuk ka qenë kështu siç është tani, edhe në Gjermani. Domethënë edhe atëherë kanë qenë gjërat ndryshe, por është një proces zhvillimi dhe e shikoj që dhe në Shqipëri në vitet e fundit ka një vëmendje shumë të madhe për karshi. Kur ka nisur në Shqipëri kjo lloj vëmendje, domethënë ndodhi, se edhe këtu Azo ta them të vërtetën, para neve si mësuesit e diasporës kemi një herë në vit takohemi dhe kemi seminaret e përbashkëta. Gjithmonë ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur 17 vjet që ndodhin seminare dhe këto kanë filluar po mësuesit e diasporës. Dhe kjo ka filluar me iniciativën e ish drejtuesit ose funksionarit që ka qenë në Ministrinë e Arsimit të Kosovës, ku ai vetë ka qenë mësues në diasporë, ka qenë mësues në Gjermani dhe me rregullim dhe me luftën që mbaroi atje, ai u kthye në Kosovë dhe kontriboi që nga Kosova dhe Nuhigashi. Nuhigashi, domethënë njeriu që ne duhet t'i falenderojmë për nisjen
Bashkimit të mësuesve diasporës është zoti Nui Gashi. Po, ishte iniciativa e tij që e filloi si një gur themeli e cila ka vazhduar. Jo vetëm me mësuesit e Shqipës Kosovë, por edhe në Shqipëri u ka bashkuar të gjithëve. Komplet, ai bashkonte mësuesit ka ndodhur për parë. Për herë të parë. Dhe ai ka bashkuar të gjithë mësuesit e diasporës kudo që ishin. Në fillim pastaj ka qenë një grup i vogël, pastaj sa vinte dhe shtoheshe, sa vinte dhe ne aty edhe jemi njoftur, kemi krijuar një rrjet, pastaj u menduan se tash duke ardhur aty ti flet, bisedon, vërtet mëson në seminar, po i tregon edhe ato sfidat e problematikat që kanë mësuesit dhe duke menduar që na duhen tekste, kemi nevojë për këtë, kemi nevojë të gjitha këto janë marrë parasysh. Domethënë jeni ju që jeni imponuar, le të themi, Ministrisë sonë të Arsimit.